ish nostalgji me pas një tingë, ose ka. Edhe tha është e pa mundshme me rezistu ti ballavacimet me ta, tha po qatë minutë që të vinë, që të hinë Trogovisht i ka metë qandrës tioniki të emni, tha kini me pa ku shopi kemë Berisha. Edhe flet ke për një tingë, në pikat Mirocit, ku ka qenë që u metë mes forcave serbe edhe ose që s'kanë mujtë sërbë më të rejtë, mrapa në kanë lënë, të kanë qenë djemë të Gjakovës, aty edhe jenë vra, për meti, edhe Eltoni, u Plagos Beni, u vra dhe Bekim Berisha, u Plagos në atë kohë dhe Bedreshala. Bedreja për thëtë, në i gjallë në ide, kënë që atë me pas djemë që më mbrojnë shpinën dhe unë e bi, tha, e sile, tha në Trogovisht. Thash, Bedre, thash, mas na provoka, tha, se që shtoj, ndërum dhe fjallë në kufi, thash, se di, aje i zotit ti, se 150 metra për të tenge ke me dalë na, me ta mbrojt ty, me ta siguru vendin t'i berë. Edhe e lema shtu me shku me marë. Kur në më thonë, këta kanë pas qëllim me marë tengën me shfrytzu kundër forcave serbe. Po, Bedria ishte tenkist. Kanë pas aftësi. Ka qenë tenkist nish ushtrin Jugoslave dhe e njete atë profesionalizëm të saj me përdore dhe ish nostalgji me pas një tingë ose ka. Kthejmë edhe me të vërtet e kishim godzimin me shku me marë. Kur kthejmë, nga nënua, thët du të më shku për Shqipëri, thët edhe me marë grupin që i shmet edhe 300 djemë tjerë në udhëheqjen e rejmit të Ramorams në kufi. I thash, jo, thash, vazhdo, shko merë, te shko një mërë, thash, se na nuk vimo për Shqipëri. Na kishim qëllimin me kalu, me shku në Glozan, sepse nuk e dishim çka ka ndodhë, që shëgjendja poshtë, ishë ajo kua që kishim ndërmarrë një sëllëm sërbë në pozicionet në Gramacel, në Suk Biteshit, po i patën rikëthy prapë djemë tonë, ato pika. Edhe prapë u bo një vullnet i madhë. Ndërko, i thëmë nga nisu në jo, nuk vim. Edhe më ka thirë Erfat Sulemani, ka qenë komandant njonik. E ka që dikon për aty në djemve edhe më thëtë për të thirë Ramush. Edhe Ramush i më bënë thëtë në telefon, thëtë, alo përshëndit, bashkëm, qushia e mirë, dhe pëse të shkani për Shqipni, thash komandant, thash, ta tjetër të thojnë ty, tjetër po vëpojnë, thash se e metë Shqipni, thash ty si lafra 10 ditë, thash dhe i sa përgatitën këta, nas i kishim shokët, ishim njësia, dhe ishim djemë thuja të matë mirë, të Begi, Astriti, Fadili, Ramunka, edhe tha, kush u komandant të, të jaone, thash, falem, thash, saj nuk diskutohet, tha, mu nisë për Shqipni sontë. Nisëm, Fadili dhe Begi ishin në gjoca njësit që ishin nalë, shkaku i familjes Fadilit, se i kish. Njësit që është gjoca i kapu në aty një fshatë. Edhe shkojmë në aty nisëm, dikon një 19 ushtari kanë qenë, që i marrim me veti kanë qenë 2 Gjakos, Miloti edhe një drejton Marina, Milat Vokshi, drejtoni ka qenë shumë kes në atë ku, edhe dhe djemë tjerë që i vishin për nevoja personale, dhe që ishin arë për jashtit, Ilmi Mazniki, edhe nisëm. Kur shkojmë, njësis ka qenë i vendosën Rostem Berisha, Agim Ramadani, aty ku njofë për herë të parë. Dhe prapë njëjta historinë për cilë në vëzhgojnë, dhe me thonë vëzhgu sërbë për isnetli të kaluna, dhe në për cilë me granatime. Është një thonje shumë e forte, një plakit, emri nuk ja di, po ka qenë shumë e madhe e fjallë. Edhe tash kur granatishin, kur fillun granatat më ra, na i nishim ato, se ishim mësu me krizmen e tyne. Edhe ton hinë kull.
Ai plaki me një Manzere M48, i shtrimit i saburit dhe kish këthyr të nelta. Unë e ganinuha, unë prapë jam kun maj leksht, po gania nuk di qysh. Edhe qysh jem hi, dytë për një herë në derë të kullës qysh janë me hark, nuk e di, po kretë i kem pas zesë. Si ai njonën, djatin, apo unë të majtin, do më thonë se him prej herë në kullë, edhe kur ka bua i plaki, tha, ku po ka një nonën të kselesta 3 macikoki. Edhe për shumë dikur, i morëm familjen e Fadilit edhe nisën në Branja.